Mari, një zonë që është një ngjarje që ka ndodhur në New York, ishte një zonjë që ishte gjithmonë nuk ishte e lumtur, në punë nuk jetonte njerëz, se gjithmonë ishte me surra të varur, i duke nuk e doni njerëzit. Një ditë mori një kapele, doli nga dyqani i kapeleve edhe pa që të tërë po qeshin me të, edhe ajo e buzëqeshur. E kuptoi që ishte bërë, domethënë, me atë kapele që bukur, sa të tërë po e vlerësonin, se ishte bërë e bukur, si e mendoi. Hypi në autobus, u përshëndet me shoferin, njerëzit i qeshën, i hapin rrugën, zbriti nga autobusi, përshëndetej në rrugë me njerëzit dhe po thoshte, do me thënë, kjo kapele mua më ka bërë aq të bukur, sa të tërë mua po më shikojnë bukur. Sa e ndryshon ka jeta e njeriu një kapele. Kur vajti në shtëpi, e qeshur, plot pozitivitet, si duke më thot, i thot bashkëshortit, e mrekullueshme, thot. Asnjëherë s'kam bërë kaq të mrekullueshme. Kapelja më shkon, thot. Bashkëshorti e pa me çudi dhe i tha, po ti nuk e kapele. Ajo e dinte se kishte kapele. Kapelen e kishte harruar në dyqan. Dhe duke menduar që ishte bërë e bukur, u fliste njerëzve me të qeshur. Do me thënë, atë që kishte, atë rizatim që jepte, duke menduar që kapele po i shkonte shumë, dhe po i vlerësoni nga kapelja, ajo po të transmetoi dhe atë po merte. Pra, mënyra se si ti rizaton, reagimet janë pasqyra juaj. Mënyra se si ti rizaton, atë të rreqi. Prandaj, në qoftë se jetën do ta shikojmë bukur, edhe ajo do na përgjigjet bukur. Në qoftë se jetën do shikojmë, njerëzit janë të keq, njerëzit janë mashtrues, atëherë atë që transmeton, atë do të rreqësh. Prandaj edhe një herë para se ti shikosh njerëzit se janë të keq, mendo edhe një herë. Filtro mendimet e tua, sepse atë që do mbjellësh, atë do korrësh. Faleminderit që më